përket ekzekutimit të 43 vjeçarit. Dua të nënvizoj se deri në këtë moment policia e ka të paqartë se kush është personi që ka qolluar. Ndonse ne, televizioni shqiptar dhe emisioni në Koreale ka një moment të fotos, nuk e di nëse regjia ka ose ka, në momentin kur qollohet nga autori në drejtim të shënjestrës, pikërisht Mohallës, Edmond Mohallës, 43 vjeçarit, i cili ndroi jetë si pasojë 5 të shtënave me armë zjarri. Okej, ndërkohë ne kemi foton edhe në LED për ta ndarë, ndoshta edhe për të kuptuar ne më shumë. Sigurisht është një foto e cila na tregon pak më shumë pozicionimin. Është foto ekskluzive. Është një foto ekskluzive për cilin ne e kemi për ta treguar më shumë pozicionimin e autorit edhe viktimës në këtë rast, pra nuk është se ka një qartësi madhe edhe për të ruajtur edhe ne sigurisht etikën në këtë pjesë. Por dallohet personi i cili është me kapuç, pra personi i cili mban dhe qëllon drejt një automjeti. Po, Aldo. I cili edhe automjetin e ka vendosur me fytyrë nga rruga në cilën është gjendur automjeti, pra në drejtim të segmentit Elbasan Libras Flori. Nëse shikoni Audi është buz rrugës, Karexhatës, kryesore të rrugës, i cili kufizohet me trotuarin dhe ambientin e karburantit, ku pak metra më tej është automjeti i viktimës, që shikohet qartë nëpërmjet ndriçimit, që lëshon rrezullojnë dritat e makinës, të cilat që ka qenë ndezur. Që autori është, ka qenë ndezur duke larguar. Jo, flas, edhe automjeti i viktimës në këtë rast ka qenë ndezur, flas, nga dritat ashtu si paktën pak a shumë. Ndezur me dritat të fikura, Flori, me dritat të fikura, sepse autori ka pritur disa momente kur ai të largohej nga i ka pasditur oraret e qarta të viktimës, objektivit të tij në këtë rast, dhe sigurisht ka vepruar me gjaktësi i vetëm, thuhet, por në dyshimet e grupit hetimor ka dyshime të forta se kemi të bëjmë me 2 persona.